Një pyetje tjetër që po m'duket si është trend në rritje mbajtja e memeve, e cuslave. Unë për vete asnjënit prej djemve nuk i kam dhënë, ka qenë sfiduese sepse ka qenë më e vështirë me i menaxhu të qarat e tyre, po kam qenë kokë fort edhe nuk i kam dhënë asnjënit. Po si qëndron ti te kjo? Duhet apo s'duhet? Po vetëm s'duhet. Se unë i kam rrit me këshillat e librës tonë. Mos harroj me cek. Disa herë kom përgëzu që bravo të qoftë. Mema apo cusla që është do një thoni, ajo javët e para që fëmija nuk është stabilizu në gjithanje. Mund është me adhan, por jo me flejt me cucëll. Se ajo mande e formon një instinkt që nalu se edhe kjo koka e mirë, edhe kjo po të qetësoj ka. Cucla ka disa të këqia. Një, varet prej tina, as nuk flen, as nuk mundet, do me thonë, donë diçka me thith. Të folunit edhe tingujt edhe zanin e vetë e ndëgjon ma vonë. Nëse nuk të folunit për gjysë ka me jandalë, sepse nuk artikulon a i vetë me ndëgju zanat. Nofullën absolutisht dhëmbët, nofullën e prish. S'pa, deri një vit, po e zanë, si të fillojnë dalja e dhëmbëve, nëse ka fillu 6 muj, cusla duhet mu hjek. Sepse çdo fëmijë e merr pozitën e ati bebiron. Cuslës, a që shpejton.